duken si fantazia, si ashtu. Po kjo është realiteti. Profesor, ju sa keni qenë në UDB, keni pas mundësi edhe të ishini dosjet, domethënë sekrete, se nëse s'ka bëju keni punu 2 jetë në operative, mandej në analitika? Mandej, kur u ktheva për bileqen, prej asaj shërbimit ndjekjes që isha, që i thujnë të për përcjellje, atasheve, këtine agentëve, diplomatëve e tjerë, më qunë këtë sektorin e analitikës. E aty kisha rastin të lexoj shumë dosje. Sekret arhivat ato ishin aty në dorë të meja. Edhe prandej e njoh çështjen e emigracionit shqiptar, se ishte sektori veçantë që mbate dosje të veçanta edhe për personalitetet e emigracionit, si për Abbas Kupin, e Xhafer Devën, e Basermenin, Luan Gashin, e tjerë, mos ju lodhi shumë me këto emra. Mandej, dosje kishte lidhja e Prizrenit, legaliteti, lidhja kosovare, kishte ajo lidhja agrare, ato partit, grupe që kanë qenë të emigracionit. Pa ke arrit me mona i në dokumentacion po? Disa të regoj sendet i kam vjedh, ajo të vjedhish, mirë po nuk është më ka të vjedhish prej UDB-s. Absolutisht. Po, realisht, profesore, kemi po që tash të sa ku në për studio televizive të na, her pasere i thuj një tjetër ti ke qenë UDB-sh, po realisht, a ka pos emra që shqiptarëve informatorë që kanë punu për UDB-n dhe a mund është me thonë sonte me emra se kush ka qenë? Po shive. Po, realisht me fakte, jo veç... Ashtu, pra, është puna se njerëzit aq kanë informacion. Tani një njeri që ka qenë dhe zyrtar në UDB, i thot UDB-sh. Ose një informator që ka qenë si kodosh si spion, edhe aty i ven në i thes, ama ka dalime aty, e to, se zyrtari është tjetër që ka marrë rogë, me listë zyrtarit të ati shërbimi, a i quhet operativ, ose pjesëtari ati shërbimi si agent, kurse këto tjerët janë informator, ose bashkëpunëtor të jashtëm, të cilët u jepet dhe një farë dhurate, ose punojnë për dhe një farë interesi tjetër, ose dhe një karriere, ose për ta marrë një diplom fakulteti, ose një dënë ka problem në akademinë atje për doktoratën, UDB intervenon dhe japin. Kishim për shembull, ishte Zavenc, sekretari republikan e quajnë Evzi Mehmeti, i Kumanovës, a Shqipen e fletë si turk, nuk e një Shqipen pastër ta flasë. Edhe i thëmë në të kohë, une i thëmë, ishte profesori akademisë kësaj katedrës albanologjike në Shkup, profesor Petro Janura. E i thëmë, profesor, si a keni dhonë Evzi Mehmetit diplomën e albanologjisë, nuk ka lidhje me albanologjin, a i Shqipen e fletë si turk. Tha në fjo urdhni ka qenë për UDB-s, për Angel Qemerskit, për komitetit, edhe... Po tjerë këni ka na, profesor? Po shembu i ka kështu plot me qinda. Për shembull? Për shembull prej partive politike të na në Kosova ka pos, do më thonë që... Po shive, kush nuk ka qenë atëherë në dorët e UDB-s? Ata... A guzoj me full me emra? Ta haro e qdo kush, po me emra kje këta në Kosovë kje problem edhe me zyrtarët. Edhe me ato që kanë qenë informator. Prandaj, Vučići ka njëherë kërcënohet, thot, dhe ta nxjerrë listën e informatorëve. Ai nuk mund të nxjerrë, se nuk e li Amerika, se bëhet atëherë gjakderdhje, bëhet problem. Po pse, kush është lista? Lista që kanë qenë informatorët që UDB i marrë Beogradi ende sekret. Po ai për të shtej konflikt, acarim, hakmarrje. Po me emra, profesor, kush kanë qenë? Po ka, po mos i përmendi me, po unë kam përmend në atë librin e parë, balë për balë në vdekjen, ki akademik Bajgji Sabri Amitin, ki Jusuf Buxhavin, Agim Zatriqin, ki e tjerë, Faredin Gunga, Bajgji Poet kanë qenë, Ali Rizaj që kanë qenë në këto. Akademik, po, tjera ka akademik? Po ka plot, po unë... Për shembull? Po do edhe si mbaj mend, do se janë gjaja si... E përmendi Mehmet Kraja në libër? Po, është Mehmet Kraja, po. Edhe kanë qenë ato kretë që kanë ratë gjoks atër, që UDB-n e kanë pas krah. Edhe UDB i ka majtë në pozicionet larta. UDB nuk ka pas shumë interes për ati njeriut zakonshëm. Për ati
që kanë dojtë atje të dera, ose atë i kanë interesu këto njerëzit akademik. Këta janë tash një nivel akademik edhe disa prej tyre profesor është akuzeron se janë themelues të lidhjes demokratike të Kosovës. Dikush mund me thonë që për shembull profesor Nafiu veç për fol haj që ashtu në kohë dhe me thonë informacione ose ka dollë tash këto një njeri i cili ka punu për të bënë dhe për akuzon. A kemi informacione? Nafi Qegrani nuk folën kata ashtu. Po popli nuk e din se kreta këto organizata, grupe, edhe në kohën e Jugoslavisë, që kanë qenë ilegale, ka gisht shërbimi sekret slav, UDB-ja. Edhe në këto partit tëne, jo vetëm Kosovë, edhe në fillim ato partit e prosperitetit e ajo me thaqin që partijat demokratike shqiptare që themelusët ato iniciatorët kryesor janë njërës të UDB-s, operativat të shërbimi. Shërbime sekrete edhe kjo që ndodhin parlamentin e Macedonisë. Nuk ndodhi veç vetiu ashtu këtë të thejnë gjamat atij. Ati kishte veprim shërbimi sekret, edhe sot e këtë ditë, edhe çdo kush ndash në parlament në tjetë, ndash në Macedoni, ndash në Kosovë, kret janë në vëzhgimin e shërbimit sekret të Beogradit, por nuk ka aq fort Beogradi forës tani se është CIA. Janë këta, se me nuk që është CIA e këto shërbimet tjera inteligente, anglo-amerikane e tjerë, Beogradin e kje për gjithë natën e kje. E vërtet, bravo, do të kje për profesor, bravo.